Okej, jemi rikthyer prapë në studio me një telefonatë, do jetë telefonata e fundit për sot. Është një telefonat që na ka ardhur, tani është një vajzë, nuk e di historinë, mora vesh vetëm gjeta një tindull që ishte peng, aq sa tha Elona që ishte peng i një marrëdhënie të kaluar dhe që atëherë para 10 vjetësh nuk ka mundur të krijojë marrëdhënie tjetër. Megjithatë, Jona quhet vajza, është me emrin e saj, do ta thotë më mirë. Jona? Si e? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Jona. Mirëmëngjes. Faleminderit që mirëmëngjes tamam. Faleminderit. Është tamam mëngjes. Është hënë mëngjes. Nuk e di nga kryeministria mbaroi mbledhja gjatë. Nuk e di akoma, po unë tani u ktheva në shtëpi edhe shikoja këtë gjë live. Edhe unë e kam ndarë këtë histori me shumë pak njerëz në jetë, edhe thash, dua të dëgjoj, sepse unë vlerësoj shumë mendimin tënd dhe të dëgjoja një herë ty edhe Jonën për atë që mendon për ndodhin time. Okej, super. Atëre fillo. Unë tani që flasim jam 35 vjeç. Se ndoshta duhet edhe pak historiku personit tim dhe kam dalë nga një raport fundit në fakt i vërtet lidhja e vërtet që kam pasur ka qenë 10 vite më parë. Pasi ka përfunduar ky raport, po përpara 10 vjetësh në moshën 25 vjeçare, unë kam qenë me dikë për një periudhë një vit. Okay. Por ai një vit mjaftoi më zhdukur si një shekull në sensin edhe të gjërave që përjetuam, edhe të gjithë kohës që kemi kaluar bashkë dhe atyre që ka ndodhur. Pasi ka përfunduar ai raport, unë nuk kam krijuar raport me askënd tjetër. Kam menduar të ndaj këtë gjën edhe kur kishit një herë një temë për një partneri im toksika narcisist, nuk e di si ishte, po nuk e mendova gjatë për ambar. Edhe sot jam në pikën që dua të kuptoj, sepse unë jam një person që nëse ndodh një problem me të tjerët ose çfarëdo gjë që ndodh në jetën time, unë e gjej gjithmonë problemet e vetja dhe tani jam në pikën që kuptoj nëse ka një gjë që nuk shkon me mua, jo më me personin sepse historia ka mbaruar dhe unë mendoj që jam e shëruar. Por realisht ka kaluar një kohë kaq shumë e gjatë dhe unë nuk kam pasur kurrë një raport. Dhe këtë gjën nuk e them për mburje, por nuk më normale, nuk më duket, domethënë nuk është normale apo jo, që nuk kam një raport me dikë që një raport fiks, po them, jo një lidhje, po unë nuk arrit kem as 5 takime me dikë. E kupton, me një mashkull ta frekuentoj 5 herë. Por çfarë ndodhi te ky raporti? Se ti direkt shkove, po çfarë ndodhi te ky viti i kaq të raporti ndodhi që unë kam qenë 25 vjeç, personi ka qenë 35 vjet. Besoj, 35 vjeç ishte atëherë. Ne u njohëm nga një shoqe, ishim të dy pak a shumë të njëjtit profesion, por ishim me botë ndryshme dhe ishim rritur ndryshe. Unë vija nga një familje, nuk e them për modesti, po tregoj të vërtetën siç është, që ishte arsimuar me një jetë shumë të mirë, jam rritur shumë mirë, nuk kam pasur asnjëherë probleme ekonomike, më kanë dhënë shumë dashuri familja ime, domethënë jam rritur, mi kam plotësuar të gjitha në sensin që unë jam rritur mirë, në të gjitha kuptimet jam rritur mirë, nuk më ka munguar as dashuria, as kujdesi, as fjala e mirë, dhe pastaj kisha personin përballë që vinte nga një familje jo aq mirë ekonomikisht, vetëm ky punonte për t'i mbajtur. Ata kishin edhe probleme sociale, kishin njerëz të sëmurë, po unë nuk e mora parasysh këtë pjesë. Do të thonë mua nuk më interesonte fare, unë doja të rria me të. Që gjithë kohës që kemi qenë bashkë, ndonjëherë më duk sikur u bëra mamaja atij personit, jo sikur isha e dashura, sepse unë kujdesesha për të. Ai vërtet punonte, por me të ardhurat e veta duhet të mbante familjen. Që pasi e kam njohur muajin e parë, ky njeriu ka dashur të martohej me mua dhe unë kam qenë shumë e vogël dhe i kam thënë që shikoj se ti, po, ky është raporti jon i parë, i parë dhe unë nuk jam gati të martohem me dikë kaq shpejt. Besoj që është normale kjo gjë apo jo, nuk duhet normale. Donte me patjetër dhe donte të krijonte një lloj lidhje, një lloj gjë kështu të konsoliduar dhe duke qenë se unë jam rritur shumë e lirë, domethënë nuk kam pasur këtë frenimin e prindërve, unë e di kur duhet të shkoj në shtëpi, edhe pse kam pasur para, kam pasur makinë, kam pasur çdo gjë, nuk, më thënë, kam qenë më e lirë se ç'duhet, edhe nuk është se kam abuzuar në një me lirinë time, nuk e di nëse ti më kupton çfarë dua të them. Po, të kuptoj. Në sensin që kam qenë gjithmonë jo për të bërë po një gocë e mirë, më thënë, nuk kam bërë ndonjë gjë që s'duhet bërë ose
të çthurem të bëj diçka që nuk është jashtë normales. Donte me patjetër është të krijon një lidhje më serioze, unë nuk isha absolutisht dakord. Ka vajtur e ka takuar babain tim tek puna sepse timat ai nuk e njihte personalisht, po ishte shumë lehtë i aksesueshëm për profesionin që kishte dhe për punën që bënte. Dhe donte me se s'bënte invadonte këtë pjesën që të kishim diçka më shumë, të kishim një lidhje më serioze, donte të vinte në shtëpi dhe erdhi në shtëpi pa dëshirën time. Gjithsesi unë besoj që atë kohë kam qenë dëshiruar me ty që nuk e shikoja të gjithë mënyrën se si më trajtonte dhe që në fillimi filloi të më thoshte po çka ke bërë ti për veten tënde, po çfarë je ti në profesion, po ty ti ka bërë të gjitha babi, po ti as makinë nuk e ke bler vet. Domethënë gjëra të tilla për unë nuk e kuptoja që realisht, se këto më ka thënë terapistja më vonë, një psikoterapiste që kam takuar në Vjernë, jo shqiptare, një e huaj, që kjo gjëra nuk është normale që ai përpiqet, më thënë, të trajtojë në këtë lloj mënyre. Pastaj filluan problemet. Djali donte që unë të veja dhe të jetoja me të shtëpia e tij dhe unë nuk isha absolutisht dakord sepse unë jam rritur në një familje ku ne jemi të lirë në sensin që çdo njeri ka shtëpinë e vet dhe unë dua që një ditë kur të kem një familje të kem shtëpinë time dhe thash, më fal, po ne nuk kemi asnjë raport, domethënë nuk kemi asgjë bashkë, as të martuar, nuk kemi në një pikë që unë të vi të jetoj në shtëpinë tënde. Dhe jo vetëm kaq, pretendonin edhe që edhe për më shumë. Gjithsesi pas çdo gjëje arrita që unë personalisht, se unë kur e tregoj sot që jam shumë e madhe, e tregoj me shumë, domethënë edhe dështimet mund të tregoj si sukses, po unë akoma nuk e besoj dhe ta them shumë sinqerisht, që unë kam arritur në pikën që një njeri që më ka abuzuar emocionalisht, e kam mbajtur me të gjitha, e kam trajtuar sikur unë isha mama dhe ai ishte fëmia. Ai punonte dhe me paratë i mbante për vete dhe unë i mbaja familjen e tij me lekë. I jepja lek nga lekët e mia dhe nga lekët që unë kisha nga të ardhurat e familjes dhe i mbante familjen e vet. Ata nuk punonin si familje. Më vonë zbulova që së bashku me tijatin ai luante bixhoz dhe pinin alkool dhe mua më thoshte, nuk pi, nuk bëj. Domethënë në syrin tim ai nuk pinte as cigare, se unë i thosha, shikoj se mua nuk është se më pëlqen shumë kur put dikush vinë cigare dhe thoshte, për ty nuk do pi më cigare, por ai e pinte fshehurazi dhe mua kjo nuk më dukej burrni. Unë jam rritur në një familje me burra të fjalës që se ka diçka e thonë dhe bëj, nuk ka nevojë ta bëjmë brenda krave. Arrit deri aty abuzimi dhe nuk është se po bëj viktimë, sepse një nga arsyet e vetme që unë nuk e kam treguar për shumë vite historinë askujt është vetëm se unë, edhe siç thash, ju thash dhe juve, edhe vetë nuk e besoj që unë e kam dëruar këtë njeri që më ka abuzuar emocionalisht, po kam dëruar dhe që më abuzonte fizikisht. Dhe ka qenë një dhunë e gjatë fizike. Çfarë thua? Po, edhe kur ja kam treguar një personi me psikiatres, një psikiatre me cilën kam një raport familjar me të, më tha, unë nuk e besoj dot. Dhe arsyeja vetme që kam takuar psikoterapiste në Vjenë ishte se psikiatra që kishin një lidhje emocionale, sepse më njihte që fëmin tha, unë nuk arrit dot që ne të bëjmë një seancë të vërtet terapie, sepse unë me ty jam e lidhur emocionalisht. Jemi në njëjtën familje, më kupton? Kështu që unë tha, nëse ne do bëjmë një udhtim për çef, do takosh një miken time që nuk është shqiptare dhe mund të flasësh me të. Psikoterapista më ka vendosur në hipnozë dhe më vonë me të qeshur, personi tjetër më tha që një nga arsyet që doja më shumë të vija në këtë seancë, ishte unë nuk e besoj akoma, domethënë doja të dija në vërtetë nëse ky njeri vërtet e ka dhënuar fizikisht. Dhe realisht ishte e vërtet që mua ai më ka dhënuar fizikisht dhe unë kam dëruar. Pse mendoni që kaq e pabesueshme për këtë, se që të dhunosh fizikisht me karakterin që unë kam, Dalina, ti nuk më njeh, po unë jam kështu, domethënë, po të më takosh live, kështu ti nuk e beson. Edhe unë për shkak ja kam treguar një shoqes time pas 10 vjetësh dhe më tha, çfarë thua, nuk ka shanse ty, tha. Unë kam qenë gjithmonë kështu. Ke parasysh e kam pas në Terezi, kam qenë gjithmonë rebele në sensin nuk di si t'ua shpjegoj, nuk është se e kam vrarë mendjen, domethënë imagjino shoqja ime që është rrit me mua dhe që kam një super raport me të, nuk e beson, tha unë nuk e besoj. Ndoshta edhe nga natyra e lirë dhe rritur mirë dhe rritur e dëgjuar dhe respektuar, ke ndoshta në sytë të tjerëve dhe vetes ke qenë edhe pak, po ta them shkurt feministe, pra një gocë që ndoshta ky ka qenë ai portretizimi që kanë dhe të tjerët për ty që je gocë e fortë, gocë që s'ka mundësi që je intelektuale, që i zgjidh gjërat që nuk do toleroje këtë gjë. E kupton, mua për shkakun kur kam dëgjuar ty babin që 16 vjeç më dërgonte
në për këto kampet verore jashtë në Mikosh ose në kështu, nuk është se sinqerisht se askush nuk ka buzoja me lirin, jam njëri që kam pas çdo gjë që kam dash, kam qenë okay me çdo gjë, kupton, nuk kam abuzuar me një sot un pi ajkos, më përpara nuk kam pirë as cigare, në sensin që kam pas çdo gjë, kam pas dhe ky njeri dhe këtë gjë që un kisha, më bënte të ndihesha, nuk e di nëse më kupton do dikush, më bënte të ndihesha e vogël, të ndihesha keq, të ndihesha po kush je ti, po çfarë je ti, shikoj unë po sakrifikoj, mamaja ime me mundime më ka arritur ti, arritur mirë, nuk të vjen turp, një lloj zune. Të ndiheshe në faj për atë që je. Ndihesha shumë në faj për mënyrën si isha arritur për lirin, ndërkohë që e vërteta është se vërtet unë jam arritur shumë mirë, por babai dhe nëna ime kanë punuar, nuk është se i kanë gjetur lekë në rrugë ose nuk është se kanë vjedhur, kanë qenë maskarej për termin, po, do të thënë unë vija nga një familje e mirë, nga një derë e mirë, e kupton, nuk është se isha një vajzë, edhe unë kisha bërë planet e tjera për jetën time, edhe jemi ndarë gjatë kohës që ishim bashkë, dua të pyes Jonin për këtë pjesën, ku më tregonte gjithmonë për raportet me ish partnerët e tij. Dhe me një fliste keq, ajo që më çuditste ishte që fliste gjithmonë keq për ish partnerët e tij. Më vonë mora vesh që me ish partnerin që ai thoshte që nuk kemi pasur asgjë, e kishte detyruar të abortonte dhe kjo është absolutisht e vërtetë. Dhe ajo iku nga qyteti prej tij, e kishte detyruar ky të ishte fëmijën, sepse ky nuk kishte njohur më vonë mua. Unë nuk hyra në mesë dhe për këtë ju betohem sinqerisht, unë e kam njëjtur një vit më vonë, po ky më kishte njohur mua atëherë fillimisht dhe ndonjëherë tani besoj vërtet që është ajo historia që ima thoshte gjithmonë, unë ja kam vënë gocës emrin Jona, se më pëlqente shumë filmi edhe i kam thënë një herë që e ke para të që ajo dua emrin tënd, po ai nuk e ka kuptuar thelbin e historisë. Kur unë ndava, ajo që dua të them është që pse njerëzit nuk e besojnë që ky njeri mua më dënonte, ai njeri mua vërtet më rrifta. Kur nuk i jepja para, më rrifte kur i thosha kjo gjë nuk është në rregull, më rrifte kur nuk i jepja makinën time të bënte xhiro, isha gjithkohës e dhënuar prej tij dhe qaja, dhe kam kaluar një periudhë shumë të rënduar psikologjike, por nuk e kam treguar se nuk doja kur të bëja viktimën, të dukem kështu si gocë, nuk e din që se arrini ta kuptoni këtë gjë që nuk e tregoja dot se imagjino e ka kaluar kaq vite shoqja ime ngushtë që kam një supermarrëdhënie nuk e besonte, nuk ka shanse që ky ai të ka rrahur dhe realisht unë jo vetëm që ai më rrifte, po nxihesha, e kupton? Isha e nxirr. Po çfarë të rishte tek ai ty? Çfarë kishte një gjë që Okej, se dhe diferenca e moshës është e madhe dhe shiko, mua ai se thonë që gocat pëlqejnë babain, si i mat nuk i ishte. Sinqerisht, se babi im është shumë autoritare dhe siç thash vetëm një herë, po sot që e mendoj, nuk e di. Realisht, sinqerisht, u them nuk e di se çam ka të rreshur, po mendoj që ai në mënyrën e tij më ka dhënë dashuri dhe mendoj që ishte dhe familja e vet që të ishte në këtë varbullën, sepse jema e tij nuk dua të flas keq për të, po ajo u bë shumë keq kur ky njeri për një periudhë të caktuar, unë ndihmova këtë njeriu kur unë mora vesh që ai merrte kokainë, që luante bixhos. Ai më premtoi dhe më tha që unë do t'i lë të gjitha për ty. Dhe realisht ai për një periudhë të caktuar nuk i bëri këtë gjëra. Pastaj një ditë jema e tij më mori në telefon dhe më tha, kush je ti, tha, që imponon ti mbir, tha, të cilën e kam rritur me sakrificë, tha, të mos luajmë më para, tha, me të cilat ne mund të jetojmë, tha, ose të mos pi, tha. Ai tha është doktor, tha, dita menaxhoj edhe substancën. Aty pastaj kam thënë, këta nuk e normal si familje, sinqerisht, kam pasur një moment kliku sepse ai është fëmia e saj dhe absolutisht askush në këtë botë nuk e do fëmijën më shumë se nëna, domethënë. Po unë të isha në vendin e asaj nëne, do thosha, shoqëshin bir gjeti dikush që po e bën njeri dhe realisht u bën njeri atë periudhë. Ti nuk mund të marrësh mua në telefon dhe të më thuash mua pse ma merr djalin, sepse realisht djali filloi të kalonte shumë kohë me mua. Ai rrinte me mua, ne dilim bashkë, nuk e frekuentonte me shoqërinë që kishte pasur, nuk luante, nuk pinte. Por ama kishte edhe një gjë tjetër, duke qenë se rrinte me mua, nuk rrinte në shtëpi, me të dy prindërit që nuk punonin. Sepse ata i mbante ky me para. Edhe ajo nuk donte, ajo donte që ai të rrinte atje dhe unë të veja të rija atje. Unë nuk isha gati ta bëja këtë lloj gjëje sepse unë nuk njihja atë mjaftueshëm, jo më të veja të rija me familjen e tij. Po ç'fuket ti? Po se kisha, domethënë,
por di të them këtë që unë e fajsoj vetëm për naivitetin tim, sepse unë mendoj që jam njëri nga që nuk e mendoj kur të keqen, e mendoj një gjë si për veten time. Dhe faji gjithë i është imi, që ai më ka abuzuar emocionalisht me fjalë, më ka bërë të ndihem shumë e vogël, shumë e keqe, shumë e poshtër. Nuk e di si t'ua them këtë gjën, edhe kam duruar që gjithë gjërat që ka bërë. Domethënë ai merrte makinën time, bënte xhiro me dashnoren e vet në makinën time, kupton? Edhe unë punoja ndërkohë, e mbaja dhe atë me lek. Dhe kjo është e vërtet, nuk është se po gënjej. Ai ishte në punë, ai ishte doktor? Ishte në punë? Po, ishte doktor dhe ishte në punë. Po. Po s'kishte, ti kishe më shumë lek, domethënë. Se kuptova, që mbajti me lek. Çmirat nuk është se kishe shumë lek. Unë punoja, kisha dhe një familje në gjendje të mirë ekonomike, le të them. Po, ndërsa ai nga që ndihmonte dhe prindërit të kuptova. Tani vija nga një familje që i mat vetëm avion privat nuk më blinte, se çdo gjë ma kishte blerë. Dhe realisht unë nuk është se kisha dalë jashtë kornizave ose isha ndonjë vajzë, për shembull prindërit e mi nuk e din akoma të vërtetën sot, sepse kur unë ndava, nuk thyen të gjithë kundër, babi ç'a bën, si e le çonin e huaj, dhe ju nuk e besoni që sa mirë sillej ai me të tjerët. Nuk jam e çmendur, se nga që tani jam edhe pak e ftohtë në gjykim, po ti nuk e ke idenë se sillej ai me të tjerët. Domethënë asnjë njerëz kur u ndava, gjithë më kanë fajsuar mua, si e le, si e bëre, ç'ishte kjo që bëre. Dhe tani që kanë kaluar vite, unë mendoj që ka shumë njerëz që thonë, po e kanë zënë hakat e atij që ngeli vetëm e nuk është martuar andej këtej, po ju nuk e keni idenë me vërtet se çka kanë kaluar nga ai njeri. Po ai më merrte dhe më të rishte zvarr. Ç'a thua? Ke pasur frikë në një moment apo nuk e di, ke bërë ndonjëherë dënim? Vetëm në momente që bëri dhunshëm, në momente që bëri dhunshëm dhe që merrte kokainë, po jo kur më vonë jo. S'ke kërkuar asnjëherë ndihmë për këtë? Asnjë moment? Jo, unë nuk e kam treguar askujt, sepse ju ndoshta nuk e besoni që mua më vinte turp. Domethënë mua edhe sot nuk e kam treguar kur të vërtetën mamas dhe babait tim dhe familjarëve të tjerë, përveç një personi të afërt të familjes që siç thash është mjek edhe asaj normalisht e kam treguar sepse pse të vinte turp kur babi është shumë mbështetës me ty? Po më vinte shumë turp sepse për si jam unë si person, është e pabesueshme. Kupton, unë sot nuk e besoj se si e kam duruar atë lloj gjëje jona. Ti kishe frikë për imazhin që kishe ngritur për veten, që mos edhe për imazhin, po edhe sepse nuk doja ti mërzisja, edhe sepse babi tim, domethënë, i dukej shumë okay që ky njeriu më donte, më vinte. Ai rinte gjithmonë nga mbrapa meje, sepse ai nuk punonte, punoja unë. Unë punoja 2 punë, domethënë, unë isha një vajzë e rritur mirë me gjitha të mirat, s'kisha nevojë dhe bëja 2 punë dhe mbaja atë me lek, ndërkohë që ai nuk punonte. Vërtet kishte një profesion, po nuk është se bënte ndonjë gjë nga profesioni, jo, realisht. E kemi këtë me sa kuptoj të mbante edhe imazhi që kishe ngritur ti për atë në sytë të tjerëve, pasi shikonin të tjerët atë si partnerin tënd. Ndoshta edhe kjo, po. Unë nuk e kam treguar familjes, u gjykova shumë kur vendosa ta lija. Në një farë mënyre ai hoqi dorë nga unë dhe unë them që Zoti më ka shpëtuar prej tij. Nuk e la shumë me lajë. Si hoqi dorë ai? Pse hoqi dorë? Pse hoqi dorë? Ai hoqi dorë sepse pati një moment që unë nuk pranova më të paguaj për të, nuk pranova të shkoj të jetoj atje, nuk pranova që të dilja me të pinim alkool së bashku, të merrte lënë narkotike, i thashëm këto gjëra nuk i kam bërë 18 vjeç, 16 vjeç, kur unë kam pasur të gjithë lirinë, nuk dilte askush nga Shqipëria, unë kisha vizë dhe udhtoja dhe mund të bëja edhe one night stand, nuk ka ndonjë gjë të keqe, po themi, kam pasur në dorë të bëj çdo gjë, nuk kam nevojë që t'i jap vetes time, unë jam overfed, nuk kam nevojë që t'i jap vetes time stimoj të tillë. Nëse ti do të pirë për veten tënde, po ky nuk është burri që unë dua të kem një ditë. Më kupton, nuk është ky modeli që unë dua. Dhe ai u largua. Ai nuk u largua, ai u bë më i dhunshëm se ç'ishte. Pastaj unë zbulova një tradhti të tij. Me dikë që nuk ishte në tinin qytet. Edhe forma si e zbulova në fakt ishte jo e këndshme. Dhe pastaj ai nuk më përgjigj, unë e mora në telefon, u përgjigje gjëma dhe më tha, mos e telefono, më tha ti mbiri, tha. Okej, thash, të nesërmen,
pas 2-3 ditësh nuk e di, ky shkon tek i mate dhe i thotë që së bashku me djathtin, unë me vajzën tënde nuk kam asgjë, sepse vajza jote është xheloze, i ka folur keq mamas time, nuk pranon të vi të jetoj tek shtëpia jonë dhe të japi paratë e saj, sepse në familje lekët duhet të jenë së bashku dhe nuk është shembulli që duhet. Do të thënë, unë nuk e dija, shkoj në shtëpi dhe më thot mami dhe më thot, ka ndodhur diçka, thot çfarë ka ndodhur? I thash, ka shkuar thot X tek puna e babait tënd dhe e ka takuar dhe i ka thënë që kjo gjë ka mbaruar. I thash, më fal, ai duhet më thoj mua. Ai duhet të vi si burr, unë jam rritur me burra të fjalës, që të thoj, ne të dy nuk kemi mazgje, ai nuk u përball kur me mua. Dhe më thënë dhe më duk kaq e poshtër, kaq goditje nën brez, kam parë një herë një rrëfim të Dalinës, prandaj vendosa ta tregoj këtë gjë këtu që tha, unë bëj kritika tha për një shkrim ose për një fenomen dhe ajo merret me komente të tipit si e ke hundën, thon pa lidhje, poshtë brez, goditje. Sinqerisht, më ka ngelur fiksim kjo gjë që ke thënë. Edhe thash, si është kaq e ndyrë, domethënë, ti ke bërë një mi të zeza, më ke nxjerr jetën, kam duruar që më ke rrahur, më ke dhunuar, të kam mbajtur me para, të kam shpëtuar nga burgu, nga çdo gjë, dhe ti je kaq i pa fytyrë sa që nuk pranon të vërtetën në sy si është, më hedh mua baltën sipër, unë nuk e kam thënë asgjë familjes time, e kam lënë me aq, kam kaluar një periudhë shumë të vështirë atëherë për 3 muaj, po ju betohem që çdo gjë që jam duke ju thënë është e vërtetë. Dhe jo na kishte gjë për të thënë to? Jo. Jo, dhe kjo ishte para 10 vjetëve. Tani ti ke 10 vjet që para 10 vjet. Mendoj që ka ndikim kjo histori në faktin nuk që ti... Nuk e di, unë këtë gjë nuk e di, sepse kanë kaluar kaq shumë vite, unë besoj që e kam kaluar, sepse jam një vajzë që përpiqem të dalë një jetë. Edhe ajo që më çudit është që unë e shoh veten time fizikisht, unë nuk jam ndonjë yll, po jam një njerëz i pranueshëm. Shoh dhe të tjerë dhe them, mos më fal, çfarë ka tek unë që nuk shkon, që unë nuk arrit të krijoj një raport me dikë, sepse mendoj që pas 10 vjetësh është normale që në moshën time shoqet e mia kanë 2-3 fëmijë. Sigurisht unë nuk krahasohem me çfarë po bën? Çfarë ke bërë këto 10 vjeti? Më fal, çfarë ke bërë këto 10 vjet? Kam bërë shumë gjëra të mira, kam vazhduar profesionin tim, kam jetuar, kam udhëtuar, kam bërë dhe gabime, po it's okay, e kupton, kam qenë një njëti person, nuk është se kam bërë një gjë të keqe, kam njohur meshkuj, patjetër që po, kam dalë, kam njohur, por nuk kam arritur kur të krijoj një raport. Kur nifeshe me meshkujt, si e nisur që a të shohim dali ku dali, apo unë po kërkoj një marrëdhënie? Jo, unë gjithmonë kam kërkuar, unë e kam parë jetën time gjithmonë, unë në jetë duhet të kem siguri. Domethënë në gjithë jetën time unë funksionoj, jam një person që duhet të kem shumë siguri në jetë. Edhe nga që i mas ma ka dhënë sigurinë, edhe familja, dhe nuk di si ta shpjegoj, domethënë në profesion kudo unë duhet të kem siguri, nuk bëj dot një gjë nëse unë duhet të kem besim të vetë dhe siguri. Unë nuk nisem kur për të pasur një gjë kalimtare, po edhe kur dal me dikë, nuk dal me dikë për të martuar, se unë nuk e di në takimin e parë se kush është ky person. A kupton? Domethënë, do ta lë gjën që ta shoh me kohën, po sigurisht për një raport, nuk kam dalë kur për gallat ose për të tallur. Nuk është se jam shumë voluminoze njëri dhe nuk më mbush one night stand-i, unë jetoj në një zonë të Tiranës që është shumë aksesueshme dhe njerëzit vinë nga anës për të dalë këtu, mund të dalë çdo ditë. Nuk është se e shoh jetën kështu të dalë, të pi të çturëm, jo se bëj si e mirë, po kam, unë gjithmonë kështu kam qenë, e kupton, nuk është se u bëret. Çfarë të ndjek akoma nga jo marrëdhënie që ke kaluar, se më të vërtetë është Mua nuk më ndjek asgjë, të jetosh në dhunë dhe në mënyrë se si ke jetuar ti. Po çfarë të ndjek akoma edhe sot? Unë të betohem që unë nuk e dua atë person dhe nuk e mendoj fare. Ajo që nuk kuptoj Jona realisht është që çfarë ka ndodhur ose çfarë është thyer, çfarë ka ndodhur te unë që unë nuk arrit të ndërtoj një raport me dikë tjetër. Nuk ka ndodhur kush unë si ta them. Nuk e kupton se çfarë pengon. Po nuk e kuptoj, ose parashikimi që mund të ndodhë njëjta situatë, frika, jo se është personi tjetër, por mënyra se si ti reagon në marrëdhënie. Mund të t'japi. Po mbase. Edhe një gjë që nuk e thash, që pasi ka ndodhur ajo histori, edhe unë mund të kem njohur dikë tjetër me të cilin nuk kam pasur raporte. Domethënë nuk arri unë tek raporti intim fizik. Unë e kam shumë të vështirë të arri të kem kontakt fizik me dikë. Pse?
pas asaj gjës. Jo, nuk ka arrit. Domethënë duhet që të kem dikush, domethënë duhet që të më japi, e kam kështu, duhet të kem shumë takime të vërteta me dikush që të arrit të kem një raport fizik me të, edhe nuk është se më ka ndodhur. Po unë po them që nuk arrit të kem 5 takime të vërteta, jo mund të arrit raporti fizik. Kupton? Nuk ndodh kjo gjë, nuk më ndodh kjo gjë. Nuk e di çfarë është. E ke domethënë vështirësi fizike në prekjen apo diçka e tillë, apo Jo, thjesht e ke si po, e parim kam tëndin? vështirësi fizike, e kam edhe vështirësi fizike, por e kam edhe vështirësi, nuk kam si të ta them, nuk kam besim, nuk kam siguri, unë nuk dua të kaloj më që kam kaluar, po pas asaj gjëje që ka ndodhur, unë nuk kam dalë kurrë më me dikë tjetër që të ndihem mirë ose të kem qef të dal. Edhe nëse ka pëlqyer në një çun tjetër, Po. vëre që në momentin që më pëlqen dikush, bëhem anxious. E kupton? Ke ndonjë nëse nuk mendim më në shkruan- mendje ose ndonjë skenar që pret të ndodh në mendjen tënde kur Jo, Ti nuk kam skenar, nuk kam fare skenar, thjesht nuk kam siguri, nuk di si të shpjegoj këtë gjën që tani nuk e di nëse juve kjo duket problem apo më duket vetëm mua, se ndoshta nuk e di domethënë. Këto janë efektet e marrëdhënies që ti ke jetuar, pra janë efekte të cilat mosbesimi që i fortë që të shoqëron në çdo takim që ti ke, të bën të mos përfshihesh, të mos jesh aty dhe të mos japësh mundësi. Mos duhet të diskutuar në rastin e kësaj, ndoshta jo vetëm tani, po në terapi fakti që kjo e ardhur nga një familje ku ishte ti e vlerësuar e të gjitha të mirat që tha, pranoi të rrinte në një marrëdhënie ku fye dhe zvoglohej çdo ditë. Pra pse bëri pak me këtë lloj? Çfarë e joshi te kjo lloj marrëdhënie ku ajo zvoglohej? Ndoshta edhe ai ka vënë ndjenjë faj këtë që për të mirat që ka. Po. Se edhe unë më ka ndodhur. Më fal, kam dëgjuar një diskutim tëndin për lekët që thoshe jam ndjerë në faj që kam pa. Edhe atë ditë kam më zhdukur sikur jam unë, ta them shumë sinqerisht. Jo, ka gjëra në këtë histori që gjajnë me mua në pikat të caktuar të jetës time dhe gjajnë shumë. Një pjesë edhe kam pasur turp gjithmonë që ta pranoj ose si të ta them. Dhe ka njerëz të futen në jetë dhe sidomos të që luajnë me pjesën e halleve. Ka njerëz që futen në jetë që të vërtet papritur të bëjnë të dihesh fajtore dhe ndihesh keq për ato që ke. Dhe që e shfrytëzojnë dhe ai njeri ka shfrytzuar këtë, ka abuzuar që në fillim. E ka vendosur në pozicionin e ndihmës. Në pozicionin, po. Dhe pastaj ka dhe diçka tjetër të vërtet Jona në këtë histori, sepse thash kam një shumë të ngjashme. Ato po ja thoj Alonës, ndërsa ju flisit po ja thoj Alonës që thash sa ngjashme është me një moment të caktuar të jetës time, po them se unë kam jetën çik më të gjatë se jotja për momentin. Po ka dhe diçka tjetër. Kur ti rritesh me probleme të botës së parë, që quhen me humor, që ke gjëra, domethënë dhe unë kam gjëra si kam dartu me prindrit e këto, por kur ikën në dritat në shtëpinë tënde, për shembull, ti qesh egzon edhe fund ka një logjik, ka një common sense për gjërat që ndodhin në jetë, pavarësisht se bërtit e njëra fulezëri. Në total është një familje me një common sense, kush jemi, çfarë jemi, si jemi në raport të tjerëve. Dhe ti ke një lloj naiviteti dhe të kap një kuriozitet idiot për një botë tjetër. Ke një lloj naiviteti i çuditshëm që dhe i thua që i ke portat e hapura në naivitetin tënde, në pastërtinë tënde, i ke portën shumë të hapur për ta lënë njerëzish. Dhe ai për më tepër ai ishte edhe 10 vite më i madh. Pra je kështu si je pak si budallaqe, me të drejtën. Ke një lloj në fakt mendoj që jam shumë budallaqe. Po, je si budallaqe. Dhe e çuditshme është që po të rish në fillim njerëzit rrotull teje e shohin atë gjën. E shohin. Nuk e di atë ka ndodhur Jona, po e shohin, e thon, "Ore, ju s'keni lidhje." Dhe ti thua, "Këta njerëz janë këta skeptikët shqiptar të errtit, të zymtit." Ai vetëm njeri që më fal, që ka thënë që nga fillimi, kjo është shumë e vërtetë se ti po më përshkruan, që ka thënë që nga në fillimi që ky njeri nuk ka lidhje fare me motrën time, është vetëm vllai im i cili që në fillim ka thënë, domethënë sikur ai shikonte për te atij mashtrimit dhe edhe vllai im është më i vogël se unë dhe tha, ky nuk ka lidhje fare me motrën time, tha, po le të kaloj ca kohë me këtë, tha, po do jetoj, po do lëndohet, tha, do vrihet me këtë njeri. Kurse babi nuk e kuptonte, as mami nuk e ka kuptuar. Sinqerisht po a them askush. Unë kam pasur
një lloj attitude tim, le të them, kam qenë kështu si e shpenguar, dhe kur ndodhi kjo gjëja, ishte sikur më thonë za, dhe pse duket budallis kur theva të rinjt ose Ore, po pra, këto janë turit të thyer, Jona, këto janë turit të thyer në mënyrën më të padrejtë, domethënë për njerëz që realisht janë, se s'po them se futa veten time tash janë të mirë, nuk po bëja të pjesëmirësie, por që ka një lloj drite dhe ka një lloj drite nga një lloj reati dhe brenda sa reati me dramat e veta, por që nuk janë këtu brenda, kupton, nuk të gërryen shpirtin, nuk e inatin me botën. Nuk ka asnjë lloj inati dhe në këtë pastërti që unë e quaj kështu si Borbardha me kaprollët, që ajo i merr shpirtin, ndonte të vinte xhandari dhe s'ja mori dot, ajo vazhdonte këndonte, kërcente me xhuxhat. Pra si këto të prallave që në një situatë përshtaten, merr fshesën, një situatë është mbretëresh dhe vazhdon e këndon. Pra në këtë lloj situate, kjo ca njerëz i krijon një parati të jashtëzakonshme. Që unë e kam vënë re edhe me femra, e kam vënë re në karrierën time, jetën time, që i kam krijuar një lloj parati dhe unë dhe kam menduar se shfaim. Dhe në këtë rast, dhe kjo ndodh dhe me meshkuj. Por me meshkuj është tjetër se është marrëdhënia seksuale aty, janë gjëra të tjera, romancesh, më e lehtë me femrat. Arova të thoja diçka tjetër, më fal që të ndërpresë, më pëlqen dhe vërteta gjërat që ti të thoje. Që kur unë kam njohur, kam qenë 25 vjeç, edhe kam qenë virgjër dhe ky ka qenë partneri im i parë. Dhe seksi me të ka qenë shumë traumatik. Okej, dhe nuk e di sa e rëndësishme është kjo. Mua sot mund të më shkoj mendja për shkakun të dal, të ha një gjë, sa më pëlqen shumë mirësia, po vetëm për seks që nuk më shkon mendja. Tani e shpjegon ato që the pak më përpara për prekjen fizike, që e ke të vështirë. Krijosh intimitet. Unë se njerëzit, nga që unë kam natyrë kështu që dhe për shumë Dalinën e takoj gjithmonë të lagja, të Viana Beli, kështu dhe po të më shohin do e di kush jam. Unë realisht mendoj që jam e dashur. Nuk tregoj shumë nga vetja me njerëz, po jam e dashur, nuk është se jam nuk të ka hequr as ajo eksperiencë, shikoj akoma. Nuk ma ka hequr këtë dashurinë që kam, por problemin e kam me meshkujt, nuk e kam me shoqet, me kushurinë. Unë bëhem copa për të gjithë. Me bukur është që disa vite më vonë ky personi më kërkon një nder, më ka marrë, e kam bërë nderin. Edhe mbase nuk do t'ja kisha bërë, po e di pse e bëra, jo për të bërë si njeri mirë, se realisht nuk mendoj që jam ndonjë njeri mirë, e bëra për veten, se thash tani ku ndryshojmë me të dy. Ne kemi një shprehje i madh thot, këtu ndryshon, mund të termi gabuar, po këtu ndryshon e vëqiti nga fisniku dhe unë e bëra për veten time nderin. Nuk duhet ja kisha bërë, por e bëra, nuk më kushtoj asgjë që e bëra. Zbudoj nese, e hodha në... Shiko tash se situatë. Vazhdo. Po ai më trahtoi dhe unë zbulova me kë më trahtoi. Dhe ishte e vërtet që më trahtoi, unë nuk jam e çmendur, nuk është se është pika nga trurim, sepse unë me timen, po dhe them Zoti më ka dashur shumë që më ka shpëtuar me të dyja duar, që ai person donte të ikte nga unë, sepse pa që unë nuk po jepja më çfarë ai kërkonte, ose familja e tij vuri presion që kjo lloj vajze rebele e rritur kështu nuk është për ne. Mua më ka shpëtuar Zoti nga ai njeri. Realisht sot unë e kuptoj këtë gjë. Jo sot. Ka disa kohë që kam kuptuar që kam shpëtuar nga një lloj personi që nuk e di domethënë. Shiko, kjo është e rëndësishme. Ti duhet të më fal, ti duhet ta shohësh edhe si bekim të, se nuk të zgjati shumë kjo histori, se me atë pjesën e të qenit mund të ishte, do të them, me faktin e diferencës së moshës, me faktin që ti kontribuoj financiarisht, ai mund të këmbgulte edhe të martoheshit bashkë, mund të kishte bërë llogaritë veta. Kështu që në atë natyrën tënde. Dakord, po një ditë kjo nuk do zgjaste shumë, sepse unë jam një person që nuk funksionoj në presion. Mua do të më lësh të lirë, në sensin që ti do të kesh autoritet, po të ma dëgjosh, të kem një lloj principate time, në sensin të kem një lloj kurore time që të jem e lirë, po Jona, mendon se ky ka qenë një formë burgu yt, sepse duke je ndier pak e rëndësishme në marrëdhënie, mendoj. Ke qenë ajo që ke ndihmuar, ke nxjerr nga balta vazhdimisht. Po, mendoj që ato të kanë sulmuar ty për pjesën që ke pas kontroll. Pra, ke vjerën që thotë ke pas kontroll mbi djalin tim. Por nga ana tjetër, ti je qenë duke e bër pjesën e asaj që ti mund të bëje më shumë në atë familje dhe fillove të ndihesh pak më mirë në këtë aspekt, në mënyrë të pandërgjeshme, do thojë mirë. Po, se ajo që më çuditste ishte që si sot më çuditësi e kam duruar për një vit këtë gjë, dhe se si nuk më vinte keq për të mirat e mia domethënë unë tamam
ok, kam bërë një të mirë që ndoshta se nuk quhet i kam mbajtur me buk, po sot nuk e kuptoj këtë gjë. Realisht si e kam bërë dhe përveç kësaj, ok, nuk është as i gjë leku, as gjë e mirë, nuk e di se si e kam duruar dhunën. E kupton? Të betohem. Edhe vetja. Jam shumë e tronditur nga vetja ime se si unë kam arritur ta pranoj që ky njeri më dhunon, ore nuk është një shpull, më dhunonte fizikisht. Më rrifte. Në kuptim, mua babai im që më ka arritur me të gjitha të mira që ka punuar, është bërë copa, më ka bërë çdo gjë në jetë që unë të kem jetë mirë dhe të lehtë. Do thënë që sillte, nëse keku kish 100 copa, babi sillte 8-10, mami 20, unë isha princesh, nuk më ka rrahur. Ai mua më ka rrahur, domethënë është tamam zonë fizike, nuk e di ku ti thoni zonë fizike. Pa. Unë kuptoj që je shumë e tronditur akoma dhe kur e rrëfen atë. Duke ndonjëherë sikur nuk po rrëfen historinë tënde, po dikujt tjetër. Nuk e kam kuptuar për një kohë të gjatë atë që ndodhte me të, sepse ai më dhunonte, pastaj unë çaja, ne pajtoheshim, isha si e varur, ishte në arti, nuk e kuptoj se ç'a tani nuk e kam logjikën e ftohtë për ta kuptuar sinqerisht edhe them ai lloj personi atëherë nuk e di nëse kam qenë unë. A ke kontakt sërish me të? Jo, nuk kam asnjë lloj kontakti me të. Dhe çfarë do ndodhte nëse do të shkruante sërish? Jo, unë nuk dua të kem, jo, nuk e dua më, e kam parë, nuk e dua, ai person është martuar, pastaj unë da, vazhdoj, me thënë tani, nuk është besoj as në Terezi, përfundoj ashtu siç nuk është në një gjendje shumë mirë, më vjen keq absolutisht. E rëndësishme është që ti e vendosur në atë pjesën tënde. Po, jo. Nuk kam dashuri kur e shoh, po mendoj që mund të kisha bërë një zgjedhje më të mirë, që të paktën minimalisht mos kisha një lloj traume ose të mos kisha këtë lloj ndjenje që kam. Nuk duhet, më mirë mos ta kisha njohur. Sepse nuk më duket normale kjo gjë, kupton që Shiko, Jona, këtu ka dy gjëra. E para, unë mendoj që e para që unë kam thënë dhe njëherë tjetër, edhe më ka thënë një terapiste që bëj pyetje vetes çfarë duke kërkuar ti në atë moment kur e njeh një njeri. Dhe duke qenë që ka qenë lidhja jote e parë fare, ndoshta dhe informacioni ka qenë më i vogël. Kush ishe ti kur e njohe? Plus kush ishe ti kur e njohe, dhe plus që informacioni ka qenë i vogël për lidhjet edhe për njerëzit, plus edhe ajo diferenca mosh ka shumë të bëj. Kur i deti 20 dhe ai është faza profesorit, kjo quhet, domethënë, faza profesorit kur është dikush më i madh sepse manipulimi është dhe ndodh edhe kur ke figurë babai shumë të fortë në shtëpi. Se ndoshta ndonjëherë mungesa e babait, por edhe kur e ke babain e fortë e bën kështu si paralizëm, sikur janë këto figurat maskullore që të pëlqen ajo gjëja, domethënë edhe babai im është autoritar, por siç të thash, babai më ka dhënë të gjithë lirinë, babai ndaj nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin. Pra ka dhënë të lirinë të eksplorosh, por ti nuk e pas eksperiencën të eksplorosh aty ku duhet edhe ke pas disi të tjera se lirinë e ke pasur, për ke eksploruar çfarë ke dashur ti deri në atë moshë për gjërat e tua, por nuk e ke eksploruar botën e meshkujve dhe marrëdhënieve, domethënë kjo është brenda lirisë tënde, këto janë zgjedhjet e tua dhe që janë shumë okay. Se prap 25 vjeç edhe fakti që ti 25 vjeç kishe raportin e parë është pak vonë, kupton në gjuhën e, domethënë 28 bëhet problem pastaj, po te 25 fillon edhe thuhet si ka mundësi që nuk e krijuar raport. Kështu që unë mendoj që ti nuk je më ai njeriu që ke qenë atëherë kur e ke takuar këtë. Ti mendoj që kam një problem? Jo, unë nuk e mendoj si problem. Unë s'mendoj si problem. Unë mendoj që ti duhet të shiko tash se jam as psikologe, nuk jam as kështu fallxore. Se pasere kam shef ti jem, vdes, ti fallxore, po si jam dot. E di çfarë mendoj unë mendoj që ti po merresh me pyetjet, ke ngjesur tek ato pyetjet si më ndodhi mua ajo gjëja, ndërkohë që ti nuk je më ai njeriu, se s'ke qenë. Ajo ka qenë e rastishme. Ka gjëra për të mësuar, se ne na ndodhin dhe gjëra të rastishme në jetë. Nuk janë të përsëritura. Kupton, ti nuk je ai lloj njeriu dhe nuk besoj, uroj që të mos ndodhi, po nuk besoj. Duke njohur edhe vete, duke të folur, dhe nuk jemi njësoj komplet, kupton ti, në një moment fillove the 25 vjeç e kështu, ishte histori tjetër pastaj, se imja, por u besoj që disa gjëra janë rastësore, cave u zgjasin 2, cave 10, cave 1 muaj.
janë rastore kështu në zbulimin e sipër të vetes edhe dhe u ndodhin ca njerëzve për shembull, ky lloj mashkulli është për njerëz që i arritur mirë. Se duhet të pash kesh dhe ca goditje. Tu universi të jep ca goditje. Unë futem çik në pjesën spirituale. Universi të jep ca goditje që që të shkojnë ty, që të rrinë ty mirë. Duket e çuditshme si fjalë, po të rri ty mirë kjo lloj goditje me një njerëz që të vë në pozitë, që të vë të ndihesh keq me lekët tua, që të vë të ndihesh keq me të qenit e lirë. Pra dhe ta jep të leksion. Dhe unë mendoj që ajo lloj traume është dhe një mrekulli, që ti të ka ndenjur pak, ke mbaruar dhe është e mrekullueshme fakt, mos u merr me që ishte i pari apo i fundit. Këto janë detaje idiote që i mban truri kot. Po është fantastike që ti je shumë e ndërgjegjshme, je ai tipi që je që s'ke lidhje me atë dhe mund të marrësh leksionin. Tash pjesa e të gjeturit tjetrit është të merresh me atë që je sot dhe për mendimin tim, pa që nevoja me u marr me atë histori më. Ai histori ndodhi, kaloi, na kalojnë të tërëve. Ty të ndodhi 25 vjeç, dikujt 17, dikujt ka ndodhur të histori, iku ai histori, nuk është definitive për jetën tënde. Për jetën tënde është një njerëz që do jetë në jetën tënde nëse ti do bësh gati. Ti nuk je gati nuk beson që do ta marrësh për momentin. Mendoj duhet të jesh gati. Nuk je gati kështu duhet martohem se jam 35 vjeç. Kështu nuk janë gati kur njerëzit. Gati është kur ti je gati që atë që meriton ta marrësh, duke ndenjur vetja, duke shijuar gjë, duke mos bërë kompromise. Jo, edhe ajo që po thoya, po patjetër është që unë realisht jetoj vetëm, jam shumë rehat me vetmin time, madje kam një lloj rehat me këtë. Ama sigurisht vetmia është e rrezikshme shumë në këtë kohë. Po. Jam normale që jam rehat dhe vetëm, domethënë jam mirë, sinqerisht e kam, nuk e kam fare, jam okay, bëj jetën time. Do ndaloj fakt se sa më shumë dëgjoj, më shumë edhe ka pyetje tek ty, a është në rregull apo është problematike, e referon shumë shpesh. Edhe mendoj se kjo ose të ka ngelur nga marrëdhënia që të ka bërë aq shumë të dyshosh të vetja dhe këto pset janë vazhdimisht në mendjen tënde, a është problem, a jam rregull, janë duke e vëzhguar veten tënde në mënyrë shumë obsesive. Me pse? Edhe apo bëj mirë. Ishte shumë, Dhe do thoya që në këtë pikë, nëse kjo pseja bëhet shumë obsesive, unë do të rekomandoj patjetër terapinë sepse mund të të lehtësoj dhe të çliroj nga shumë ngarkesa, mendoj që po ja vendos vetes pikërisht nga këto pse. Po, sepse unë kam shumë këto pse që e kërkoj të vetja gabimin. Këto pse në fakt janë edhe të rëndësishme që t'ia bën vetes, por janë shumë. Sepse në fakt kanë qenë sinjale që ty të kanë larguar nga marrëdhënia. Dua të them dhe një gjë të fundit, që nuk e di nëse ua kam thënë se historia, se çfarë nuk kam zbuluar për të po. Unë dua t'ju them që unë personin e kam gjetur duke më tradhtuar me dikën në shtëpi, kam mbajtur dhe i kam gjetur duke bërë marrëdhënie, kam hapur derën dhe i kam gjetur, jam ulur dhe kam pritur të mbarojnë atë gjë. Aty e pranishme? Më fali sekond, ti hyre në shtëpinë tënde, të dashur të duke të trastuar dhe je ulur, më fali sekond, dhe je ulur aty dhe i ke parë? Po, e kam parë, nuk kam folur, se unë nuk jam një që bëj kështu skena, i kam gjetur duke kryer aktin, jam ulur në kuzhinë, ka ardhur dhe i kam kërkuar vetëm një gotë ujë dhe të betohem për një gjë që kur kam parë pjesën e parë të ka qenë ajo Love Like Tirana? Love Like Tirana ka qenë identike. Me Megin, Zoin. Unë i gjeta të paveshur Zoj, po, dhe ajo Zoj, kur kam parë Zojin më është dukur vetja dhe kam thënë ky njeriu më ka folur mua, e di këtë gjën time, nuk kam jam unë ajo zemra, prandaj jam unë. Jam pjesë mia. Nuk e beson dhe njeriu këtu, pse nuk dodhi sherrri i madh dhe me drue me ulërima. Dhe unë jam ulur dhe kam kërkuar një gotë ujë. Edhe ula atje të cepi, i kam, më thënë, ose është shok, besoj që është shok se ula, ata mbaruan dhe ata u tronditën kur erdhën më gjetën në sallon dhe i kam thënë të lutem më jep një gotë ujë të betohem. Pastaj kam dalje, kam çare kështu, dhe më dukta mama ajo pjesa e snobit dhe ajo shoqja ime vetëm që dim ta, ka pyetur ty të betohem. Jo snobi, ajo. Edhe kështu ka qenë historia dhe jo vetëm që e gjeta duke më trajtuar, po ja thoja Jonës, po dhe e mohon Jona, shkon thotë që vajza jote nuk është e denja, sepse nuk pranon që paratë e saj na japin ne tjetër dëvor. Unë të kam gjithë duke trajtuar ore maskara, le të themi, dhe ti e mohon sy për sy. Dhe unë këtë gjë nuk e kam thënë njeriu që i gjeta duke më trajtuar ande këtë.
ju betonëm, e mbajta, dhe më thënë gjitha dhe gjë që kaloi ajo Zoja aty që e pati që qau e bëri, e kaloi vetëm, nuk ja tregoi njeriu, mbajti dhe ndjenjën e faj. Më faq që të sqaroj që ato që se kuptojnë, është një serial Love Like Tirana, për ato që e kam parë, se një pjesë të se kam parë, që e kam shkruar unë, edhe ka qenë episodi 2 kur personazhi kryesor Zoe, që luaj nga Megi Pojani, zbulon Nuhat që ka diçka të çuditshme me të dashurin e saj, Clyde-in, dhe ishte në Lalës, më duket. Shkon tek shtëpia e tyre verore, sepse ishin shumë në gjendje, dashuri ishte avokat, dhe gjen atje e gjen me një vajzë tjetër. Dhe ajo futet. Po, dhe ka qenë një diskutim shumë i madh, edhe njerëzit që si mund të jetë kjo lloj skene ekzistoi, po ja, prandaj ajo skene është vërtet. Ajo futet edhe mbasi e shef atë, nuk ishin duke bërë seks, po ishin gati zhveshur. Ulet edhe i thotë, a ke pi ndonjë gjë, pi ndonjë vodka, ndonjë gjë, dhe është shumë e qetë. Dhe fa ka qenë njerëzit shkruajnë atëherë, si mund ta ndërtosh të skem, pavarësisht se ishte shumë e suksesshme ajo seria, ishte e dyta që pastaj shpërtheu seriali, mbas asaj atij momentit. I vura dhe një muzikë aty, po thashë si mund të jetë kaq e qetë, sepse ne thyem gjëra, tha nuk ndodh kjo, dhe thash unë ndodh sepse unë jam ashtu. Dhe ky është personazhi që krijoi unë, ishte kjo lloj, është shumë e kollajt. Edhe unë kur ajo theu pastaj për ti dha ajo, po. Edhe unë bëra, patjetër që pasi, kur kam parë atë Megin pikërisht Zoin tek ajo sken, kam qenë fizikisht identike e tillë, mund të tregoj një foto në privat, kam qenë brune, me put. Kam qenë identike si ajo dhe thash i vetmi personazh që di të vërtetën, më ka thënë, më fal, më ka thënë, e ke treguar historinë, e di, jo, i kam thënë, nuk jam unë, domethënë jam identikisht unë, po nuk jam unë, nuk më ka pyetur mua për skenarin. Dhe ai, duke ditë, ajo që më vrau më shumë në këtë histori ka qenë që ai e dinte të vërtetën, dhe prap më hidhte bal duke thënë që është faji i saj. Dhe ajo që nuk i fal kur është që unë e kam të shenjtë babain, unë nuk kam dashur kur ta mërzis babin tim që nuk e kam merituar që të ketë një vajzë që të japë, që nuk po i jep gëzime për mos t'japim mërzi babait. Dhe ai më ka mërzur babain dhe unë nuk ja fal kur. Ja kam thënë nuk do ta fal kur këtë gjë që ke bërë. Sepse ti e di të vërtetën që po gënjen. Dgjoj. Sepse nëse ti s'do të kesh një gjë me mua, duhet ma thuash mua ç'pun ke ti me baban tim, më mërzit baban tim mua. Jona, unë kam një vërejtje për ty. Do ta bëj vërejtje shoqërore tani, meqense kemi edhe ca pika përbashkëta. Okej, ti patjetër që morën telefon me këtë histori dhe këtë histori të na thuash se s'more për të folur për udhëtimin tënd në Mikonos, kur ishte në kamp veror, edhe pse do ishte shumë interesante dhe ajo. Edhe pse ti the që s'ke bërë gjë, kështu që s'ka ndodhur gjë, që e lëm para. Që ka dalë interesante. Po, unë kam një vërejtje që me gjithçka që ti fole për dhe me atë çfarë u ndje tek zëri yt, tek sensi i humorit që ke, tek tipi, tek jeta, te arritjet e tua këto, nuk të falet më që ta vësh në diskutim atë njeri dhe të merresh me atë. Ishte një shenjë idhën tënde, të ndodhi pak me vonesë hera parë, se edhe hera parë për shumë është traumë, se hera parë për një pjesë është gjimnaz dhe ai tjetri është një budalla i vogël i pafajshëm, por në budalliqet e veta, domethënë bëjnë të lënë kështu traumatike se kush e di ç'ndërrojmë. Po nuk të falet më që ta diskutosh. Ai ishte mund të ishte një njollë erë në historinë tënde, ka leksione, ka gjëra ndoshta mund të ketë të mira që mund t'ja marrësh të leksione, të cilat ti duhet i marrësh, por mos i marrësh si trauma. Kupton, do të punosh me vetëm mos i marrësh si trauma. I merr, ndodhi ajo. Domethënë, dhe unë po të filloj po të mendoj shumë, fillon edhe ngarkohesh se si u sol me babin tim. Unë mendoj që një njeri u zbulua çfarë është ky njeriu. Tash ti jo falja, po realisht falja në kuptimin falja të gjitha, se çdo gjë tjetër është shenjë, se diskutuam pak më parë. Çdo gjë tjetër është shenjë atij njeriu që është. Qofse ai bën dhe këtë, arrin të dëgjuaj ty, të rraf, se ti the fjalën rraf, ishte në godas vërtet fizikisht disa herë, të marr makinën tënde, të marr dashnoren, të marr lek nga ty, edhe ndërkohë që ka dhe i profesion, ka bë 6 vjet shkollë, ku diun. Nëse i bën këto, pastaj çdo gjë tjetër mos e diskuto, pastaj se këto janë thjesht truri proceson, 80% të gjërave janë që nuk kanë më vend, janë pa sens. Kështu që ti futesh në një mod pa sensi dhe procedon si u sol me babin. Dhe këto janë thjesht për të ngarkuar veten. Ndërkohë që ti mund të kalosh iku kjo histori, mbaroi, ishte një pjesë, ndoshta ishte edhe një erë, shumë ca gjëra më mësoj, sa gjëra më mësoj. Iku tash mbaroi ajo histori. Ti ke 10 vjet që do t'i shpëtosh asaj historie, jo se ti ke 10 vjet që
je futur në treg si Jona Kinge e zgjuar e mençur, edhe që do takoj një ditë do t'i dalë ai çuni, se nuk është se i dal të tërëve kollaj, ç'është e fati është ajo. Por ti ke 10 vjet që mban këtë thesin me vete, mban këtë burrin maskarajn, ç'është me vete. Zoe e gjeti dashuri. Zoe? Pyetja ime ka qenë gjithmonë se Zoe gje profesionin është. Nuk e di po Zoe. Ai Elio iku. Elio erdhi rastësisht, por nuk besuan. Kështu që se duhet të besosh edhe në se di. Jo, unë realisht kam kuptuar dhe kam dëgjuar dhe një nga pyetjet më të rëndësishme që kam pasur ka qenë gjithmonë që mami më thot dhe unë se kam vlerësuar që burri fati në jetë është burri thot, sepse ti mund të kesh awards, mund të udhtosh, të bësh para, po kur mbyll derën në shtëpisë ai është dhe pastaj kam dëgjuar aty që thua burri është martesa është fat. Edhe e kam lënë të gjë në rrjedhën e fatit, nuk është se po e kërkoj, por mendoj që diçka ka ndodhur tek unë që kanë kaluar kaq shumë vite dhe unë jam i njëjti njeri si njeri, por nuk jam i njëjti njeri në raportet me seksin e kundërt që nuk kam menduar kurrë që do kisha pasur ndonjë problem ose tash unë jam në një 2 metra yll, jo po. Ore, ka dhe një çik se unë fal vazhdoj mendoj edhe për veten këtu. Mos ka dhe çik edhe hija e babait te kjo tek se kur babain, ajo vetëm e përmend babain, kur babai është shumë i rëndësishëm, përveç eksperiencës së parë, edhe është burgu tjetër që ka Jona. Është fakti që nuk ka dashur t'i prishi Rehatin, sa pak më përpara, ka krijuar një imazh tek ai dhe nuk do të dashë. Se unë vetë nuk çoj probleme në shtëpi. Pse duhet të çosh ti probleme për mua kur unë prindërve të mi nuk u kam shkaktuar probleme? Jona që e nis gjithmonë nga prindë, domethënë ti ke problemin aty tek ata, që mos e zhgënjesh ata. Çfarë nëse fillon nga ty? Mos zhgënjesh ti. Jo, unë realisht e mendoj kështu që në momentin që unë personalisht nuk i shkaktoj probleme familjes time, nuk i kam shkaktuar ndonjëherë shqetësime, halle, gjëra, pse duhet dikush tjetër i huaj ti mërzisi kot? Po ai do i mërzisi se është i huaj. Ai atë pun ka, njerëzit vinë në jetë, nuk s'ka pse ta ketë gjegjen ai. Ajo është çështje ndërgjegje edhe dëshire, edhe njerëzi lëku, edhe edukat, edhe ka shumë element. Po këto nuk janë pyetje për t'i bërë për tjetrin pse është ai, pse sillet ai keq, ai që është pyetja është se si neve ta menaxhojmë më mirë situatën që mos të lejojmë të vëmë limite vetes tonë, që mos të lejojmë të lloj njerëzish t'i fusim në familje, në kulturën, në edukatën tonë. Minimalisht të vite ka ndodhur që unë nuk kam pasur raport me dikë, por as nuk më ka lënduar dikush, dhe them amin o Zot që nuk jam lënduar, të paktën nuk kam lejuar. Si e kaluar në defense, në mbrojtje. Edhe lëndimi është proces zemras, edhe lëndimi mund të lëndohesh edhe se tjetri në mes të dashurisë vendosi të iki larg, pas një lloj tradhtie, abuzimi, asgjë. Absolutisht. Po. Nuk e di Jona çfarë më thuash në fund. Unë do të them që ti je Jona sot, që ajo histori iku, ashtu ndodhi, mos ngresh shumë pyetje, siç të tha dhe unë dhe Jona ram dakord tu, ke shumë pyetje të cilat kanë mbaruar nuk ka si përgjigje, secili vazhdon jetën e vet. Zoti të çon sinjale, të thash, ty të çon sinjale ose të çon njerëz që të përgatisin që janë për ty. Pra për historinë tënde dhe të përgatisin të japi ty mësime për atë çfarë ti je apo çfarë njeh, edhe zbulon që ka dhe kështu, por nuk janë të gjitha ashtu. Nuk është kollaj të gjesh një partner, tashmë bëhet e vështirë, por nga ana tjetër nuk është edhe është historia për shembull e shoqësime që u nda njëra me kalamaj dhe më thoshte mua unë s'do gjej kur burr. Edhe gjeti njërin që okay. Tjetra i vdiq burri e re me çunë dhe ajo, direkt jeta vazhdoi, kupton? Sepse njëra nuk e tha kur këtë gjë dhe tjetra ishte s'do gjej kur burr, ja të gjej një ku ta gjej unë. Kurse tjetra nuk e mendoi kur sepse nuk e beson që ka një limit, ka një gjë, se ke lek, se s'ke lek, se ke kaluar një histori. Nuk duhet t'i besosh asnjë kufit, beson që aty është dikush, nuk besosh që s'ka burra, nuk duhet t'i besosh fare këto. Që është dikush që do dalë dhe e di kur del më fale, thot ai John Lennon, when life happens, kur ndodh jeta, kështu që dhe jeta ndodh, jeta ecën. Po unë do them të fundit, unë sinqerisht
nuk e kam besuar kur për ashtu siç unë kam menduar jetën time e vogël, që unë do isha 35 vjeç se nuk do kisha fëmijë. Unë fëmijën e lidh me familjen, nuk e lidh thjesht fëmijë se mund të bëhet fëmijë in vitro, po nuk e duan edhe mënyrë. Po prit më se 35 vjeç se ka ndryshuar edhe mitra tash. Jo, të lutem, të lutem. Kuptoj. Ti, domethënë unë për shembull mund të kem bërë shumë arritje profesionale edhe ose çfarë të duash në një gjë. Për mua suksesi më i madh në jetë, se dukem kështu si provinciale, është unë jam femër biologjikisht dhe duhet kisha, domethënë sot unë po ta kisha pas jetën si çdo do thoja jam 35 vjeç, kam 2 fëmijë, ta bëj apo jo të tretin, po këtë e marr në stadin më të lartë, kupton, dua të kem kështu një shtëpi në plazh si dua, jo të kem thjesht fëmijë, nuk e lidh fëmijën pa familjen, pa atë burin që më do, që më jep siguri, se pa atë gjë nuk e dua, kupton se kam qenin unë për atë. Edhe e mbaj si fëmijëve, jap gjithë dashurinë e botës. Kështu që unë nuk e kisha zgjedhur jetën kështu, por minimalisht mendoj që i kam dhënë vetë stima të forcë, edhe forcën për ta mbajtur për brenda, sepse më kanë gjykuar shumë edhe babi, për shkak që nuk e di të vërtetën, më tha një herë që tha se nuk duroje, se ti kështu je, thash me vetë ata dishti të vërtetën. Kështu. Kjo është atë që ka Jona tash, më fale, ka edhe të tjerë të pyetje. Kur kalon të 30-tat, kjo pjesë është pikpyetje biologjike. Po. Unë vetëm një gjë kam për Jonën, duke mbrojtur prindrit, ke lënë veten pas shumë, kështu që mendoj se më në fund do ta lësh veten më të lirë, nga nga pikpyetjet që ke ngritur, nëse po bën mirë apo jo, mos e mendo nëse po bën mirë apo jo, sepse kjo eksperiencë të ka dhënë mjaftueshëm përgjigje. Dhe më shumë tek vetja tashmë. Mendoj se do të hapen më shumë, jo vetëm mundësitë, sepse atë kur i kërkon fillon edhe i gjen të duken para syve, por fillon të thajin e fundit dhe po. Po, dhe ty lëse është shumë bën. Dua t'i them Dalinës që ndodhi njësoj si një histori, ai u fejua dhe u martua me personin që më tradhtoi, që unë e gjeta që më tradhtonte në shtëpi. Dhe pastaj dhe ajo e la, sepse zbuloi çfarë ishte, po ajo ishte pak më zgjuar dhe e zbuloi pak më herët. Se di, ata bënë një fëmijë dhe pastaj ajo e la. Edhe më kërkon një kontakt, nuk ndodhi kur. Prandaj kur kam parë atë historinë, ka qenë identikisht ajo gjë që kam kaluar. I kaluar zema për ikën 10 vjet tash. Dhe ti du ta projektosh veten nëse do dhe shumë okay dhe shumë legjit që ti të duash familje dhe duash fëmijë dhe të kesh pyetjet tua të 35 vjeç, sepse dhe unë kam lindur 31 të parën, 33 të dytën, edhe unë prapë mendoj që herët nuk është keq të bësh fëmijët, por prapë fëmijë bëjnë dhe 40, nuk është tu problemi, çështja është si ta projektosh vetëm për familje, që se do ta projektosh për familje dhe ndërto atë përgatitur për familje, jo për inshallah zgjeu ndonjë me frikë mos më dal një si ai. Për familje do thotë të respektosh veten, do të jesh nën, do jesh profesioniste, do të respektosh veten në raport me një marrëdhënie që do jetë e gjatë, kryesisht nëse ke fat në familje, do jetë e gjatë, do krijoni një stre bashk, të kesh respektin për veten, sepse dhe ai duhet kontriboj, jo vetëm ti të kontribosh në familje, se njerëzit me lekë kanë këtë e gabojnë her pas here, por duhet të ketë ai kontributin, dhe kështu që përgatitë veten të bësh të. Dhe në fund fare për ta mbyllur pak me humor, të ndihmon dhe ChatGPT-ja, më beso. Fut të dhënat e tua dhe Chati do t'japi një drejtim, kështu për shef tash para pas të flesh. Merr atë Chati profesionale dhe të thotë të njëjtat fjali, ti thot bukur dhe ti i beson. Po jo, kjo është e vërtetë. Faleminderit shumë. Edhe mos ta dëgjojmë atë, i varoja historia, iku ai njeriu. I zgjidh universi gjërat. Hajde, të përqafoj shumë, faleminderit. Faleminderit. Qof që korën, është 1:16, e a shikoni që ndodh me këto histori, ishit vetë prezente dhe dëshmitar që neve 4 orë një qerek transmetim, po, sa një Prime Big Brotheri. E mbajtëm dhe ne, po, me 4 histori. Kështu që një vetë shqiptar që zgjaten këto, sepse secili do të rrëfet dhe këtu është rrëfim, tu nuk është thjesht copza nga jeta e dikujt. Ne po e mbyllim, të ikim në shtëpi, është vonë. Jona, unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe falenderoj shumë dhe juve të tërve që morën telefon. Faleminderit që pranuat të telefonoheshit me video, me zërin tuaj, me historitë tuaja, edhe uroj që diçka të ndezur në mendjen tuaj, them gjithmonë është një lloj
drite për ndryshim, për të mirë, se gjatë